Vangjush Mio ishte piktori I parë impresionist në Shqipëri. Ai njihet më së shumti për peizazhet dhe konsiderohet si peizazhisti më I përkryer shqiptar I shekullit 20. Temat e tij të parapëlqyera I merrte nga Korça, Pogradeci dhe rrethinat, por ai përjetësoi në punimet e tij edhe qytete të tjera, si Tirana, Elbasani, Kimara, Berati dhe Gjirokastra. Përveç peizazheve, Milo ishte brillant edhe në pikturimin e portreteve. Ai ishte njëkohësisht edhe skenograf I teatrit të qytetit të Korçës. Banesa e Mios është pjesë e ansamblit unik, ku për fat të mirë ruhet një pjesë shumë e rëndësishme e piktorit. Gjergji Koki është drejtori I Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore, ka zbuluar për shikuesit e CNA-s më shumë detaje rreth piktorit dhe vlerave që mbart banesa e tij. Vangjush Mio është një nga piktorët më të mirë që mund të ketë të periudhës së vet. Njihet për peizazhet e tij të jashtëzakonshme, ai ka realizuar punë shumë të mira për sa I përket anës të raporteve, anës të teknikës, anës të realizimit, por dhe ndihet që ai ka vendosur mbi telajo. Askusi ai nuk ka mundur të përjetësojë, do thoya unë, peizazhet e jashtëzakonshme të kohës së vet, sidomos fushën e Korçës, elemente arkitekturës të zonës, elemente etnografisë, elemente të tjerë të cilat I përkasin jetës rurale dhe urbane të atyre viteve, madje ka memorizuar shumë prej qyteteve shqiptare, ende pa filluar, le të themi, presioni urban ose ndërtimet e shumta. Ai ka rëndësi për sa I përket anës të realizimit të këtyre pikturave, por ndërkohë ka dhe rëndësi për kujtesën historike, pasi ka memorizuar shumë detaje dhe fragmente të gjithë qyteteve më të rëndësishme shqiptare të atyre viteve. Gjithashtu ai ka studiuar jashtë vendit, pra ka marrë një ndikim oksidental që në veçlinë e tij, kur ai ka marrë mësimet e para për sa I përket artit dhe pikturës, dhe më pas ka pasur mundësinë që këtu të ushtrojë veprimtarinë e tij në të gjithë Shqipërinë atyre viteve, po dhe në Itali, ku ai ka realizuar një koleksion të jashtëzakonshëm të Venecias dhe të shumë qyteteve europiane, madje në Rumani, ku ai ka qenë, pra ka realizuar dhe ka dokumentuar shumë punë të mira, të cilat sot përjetësohen dhe do të jenë të vendosura në mënyrë shumë dinjitoze dhe prestigjioze në brendësinë e kësaj shtëpie unike për sa I përket rëndësisë. Kjo banesë në fakt është një banesë tipike karakteristike korçare, I përket stilit qytetar të banesave të asaj kohe. Ka qenë në fakt ende më e madhe në fillesat e saj kur është ndërtuar, pra ka qenë pjesë dhe domethënë I ka përkitur, le të themi, vllazërisë Mio, ku më pas ka qenë dhe pjesa e mysafiranes, pra të gjithë familjet të cilat kanë pasur një lloj statusi shoqëror ndryshe nga koha, kanë pasur mundësi që të kenë dhe mysafiranen e tyre, pra ajo ka qenë përbri, ka qenë hoda ku aty virin miq dhe priteshin miq, që për fat të mirë, fal bonusit të rrjedhimit dhe dua ndalem pak tek kjo nisme e qeverisë shqiptare dhe Ministrisë së Kulturës, që për herë të parë kanë bërë të mundur që në gjithë këto vite, banesat të cilat kanë statusin e pasurisë kulturore ose qytetarë të cilët kanë në pronësi banesa të një kategorie të veçantë, por të një rëndësie të veçantë, kanë pasur mundësi që të financohen nëpërmjet formës të grantit, duke bërë të mundur që të sjellin, të restaurojnë banesat e tyre dhe të rrjedhojnë në brendësinë e tyre, pra duke sjellë, le të themi, muzeu unik, siç është ky I banesës të familjes së Vangjush Mios, ku për herë të parë, do thoja unë, bëhet e mundur hapja e 3 sallave të reja në këtë banesë. Tashmë banesa e piktorit është pjesë e programit të bonusit të rijetësimit, një nismë ndërmarrë nga Ministria e Kulturës në funksion të trashëgimisë kulturore, si dhe për të krijuar mundësi të zhvillimit të turizmit. Objekti është nënshtruar edhe restaurimit, kryesisht në fasadën e tij. Qëllimi është që t'i kthehet prestigji I duhur në pjesën e aparencës, duke ruajtur me fanatizëm çdo vlerë të trashëgimisë kulturore që kjo banesë ka. Gjergji Koki na tregon se çfarë mund të gjejnë turistët në këtë banesë. Për të ndalur pak tek pjesa e bashkëpunimit me familjen e tij, unë gjej rastin që të falenderoj ndjejësinë qytetare që ka pasur familja e Vangjush Mios, vajza e tij, e cila është trashëgimtarja e gjithë koleksionit të jashtëzakonshëm, ku fal dhe familjarëve të vet, ka bërë të mundur që të bashkëfinancojë një vlerë të caktuar për hapjen e kësaj shtëpie, të vendosë në dispozicion elemente të reja të cilat e kanë pasuruar së shumti këtë muze, I cili do thoja unë është unik në të gjithë llojin e vet. Shtëpia në fakt është organizuar në disa ambiente, pra në ambientin kryesor, pra në hallin kryesor që ka ajo, pra në dhomën e ndenjes, ku ka qenë dhe pikërisht dhe studioja e Vangjush Mios, së bashku me familjarët e vet, por dhe me ekipin e Drejtorisë të Kulturës,
kemi bërë të mundur që do thoja unë të realizojmë, pra për fat mirë kemi pasur një vepër të tij aty, pra kemi pasur një pikturë të studios se si ka qenë studia në formën e saj organike kur ai ka filluar të realizojë punimet në këtë studio. Pra edhe ngjyra e mureve është referuar pikërisht te kjo vepër, gjithashtu dhe elementet e tjerë të interierit, pra të gjithë elementet e përbërës të interierit janë referuar dhe frymëzuar nga kjo vepër, që për fat të mirë gati 90% e të gjithë elementeve janë rivendosur pikërisht në vendet e duhura. Pra të gjithë punët e tij më të mira, të cilat i përkasin portreteve të familjarëve të vet, portretet që ai ka realizuar në Itali, të cilat kanë një mjeshtri shumë të madhe, po dhe peizazhe shumë të mira janë vendosur pikërisht në këtë studio, ku është dhe një punë e tij e fundit, e cila ka ngelur, do thoja unë, e pambaruar, po për fat të mirë ndodhet pranë rrugë Beratit, e cila ndodhet në interierin e kësaj dhome, e cila vërtet ka vlera shumë të mëdha. Në interierin e kësaj banese gjejmë element karakteristik siç janë tavanet e trajtuara, kemi pjesa fresku në sallën tjetër ku është edhe ku janë vendosur disa punime të tjera të ngjashme të tij. Në këtë sallë kemi madje nga punimet e restaurimit ka dalë në pa edhe një element i shkruar në osmanishten e vjetër, pra që është datimi i kësaj banese, ku përbëhet dhe nga element florar të cilët janë shumë të rëndësishëm për dokumentimin arkitektonik të kësaj banese. Gjithashtu një nga, do thoja unë, nga sallat më unikale që përbëjnë këtë banesë, e cila është hapur së fundmi, do thoja unë, edhe me vullnetin e familjarëve të vet, një koleksion i cili ka, do thoja unë, ka vlera të ralla për sa i përket dokumentimit të këtyre punimeve, por dhe kanë qenë shumë avangard për kohën, pra realizmi socialist dhe periudha e monizmit ka bërë të mundur që shumica e këtyre punëve të fshihen ose të mos publikohen më përpara. Dhe ato kanë një art, i përkasin një stili unik dhe një arti shumë të rrallë që ai ka realizuar, pra ka realizuar disa nudo, që një dhomë prej e kësaj banese pikërisht dedikohet këtij lloji arti, pra dhe nudove të realizuara nga Vangjushmio, për çka do të ketë një botim shumë shpejt që do jetë pjesë e një koleksioni ndërkombëtar të nudove kombëtare të Shqipërisë, do të jenë pikërisht edhe këto nudo të Vangjushmios të realizuara me mjeshtri shumë të madhe. Pra, këtu shohim edhe fillesat e realizimit do thoja unë të këtij arti në Shqipëri, të dokumentuara në këtë lloj mënyre. Kryesisht portretet janë persona tuaj, i ka realizuar në pjesën ku ka qenë jashtë Shqipërisë shumicën e tyre, për shkak sepse edhe monizmi, edhe koha e realizmit socialist nuk e nxiste këtë lloj arti, pra ishte një lloj arti tabu për kohën, çka ai ka qenë, do thoja unë, shumë avangard për sa i përket edhe këtyre punimeve. Një pjesë shumë e rëndësishme e krijimtarisë së tij ndodhet pikërisht në këtë banesë, ende një pjesë e koleksionit familja e ruan me shumë fanatizëm, një pjesë prej këtyre veprave ekspozohen në galerinë qendrore të Korçës dhe në galerinë kombëtare të artit në Tiranë. Pra, përbim fondin më të rëndësishëm që mund të ketë kjo galeri. Gjithashtu Mio, e thash pak më sipër, ka dokumentuar shumë qytete shqiptare, duke filluar nga Ulqini, nga Berati, nga pjesa nga Manastiri, nga shumë qytete shqiptare, dhe të cilat ai ka shkëputur fragmente të veta. Interesi vizitorëve është çdo vit në rritje, sa i përket atraksioneve turistike kulturore që ka Korça, aq më tepër për banesën e piktorit Mio. Dhe besoj që do ketë akoma një numër më të lartë të turistësh, të cilët edhe nëpërmjet mediave dhe falë dhe bashkëpunimit me ju, falë dhe këtij promovimi, besoj do ta bëjnë akoma më shumë të njohur dhe për të njohur dhe një karakter të paparë më përpara. Pra, ajo që është unikale për sa i përket këtij muzeu tashmë, pra nuk është një muze vetëm pikture, po këtu ka dhe foto të cilat janë realizuar me aparatin e tij personal. Pra, shumica e fotografive dokumentojnë Korçën, siç nuk e keni parë ndonjëherë. Pra, këtu kemi element të bulevard Piros, kemi element të Mitropolisë të hershme para se të Shëmbej, po shoh këtu urën e Shipskës, pra janë shumë elementë të cilat i përkasin edhe elementëve të arkitekturës, elementëve të trashëgimisë kulturore, po edhe elementëve të jetesës qytetare të Korçës. Pra, këtu përjetësohen, do thoja unë, shumë qytetarë të Korçës të atyre viteve, miqtë e tij, Sokrat Mio dhe shumë njerëz të tjerë të cilët kanë Kristaj Sotiri, fotografi, pra dhe shumë njerëz të tjerë të cilët kanë qenë, do thoja unë, komuniteti krijuesve në Korçë. Ata janë dokumentuar në këtu për fal dhe misive që kanë pasur me Vangjushmion, dhe kjo përbën vërtet një interes shumë të madh për të parë dhe për të njohur dhe në aspektin studimor, por dhe në aspektin për të njohur një lloj Korçë ndryshe, pra Korçën e dokumentuar shumë mirë, por dhe shumë qytete shqiptare të cilat ai ka realizuar në formën e fotove. Pra kjo është dhe një risi, do të thoja unë, por dhe një shtesë shumë e madhe që bëhet në këtë muze dhe hapet në këto salla të reja. Gjithashtu elementet e interierit janë shumë interesant për sa i përket dhe mënyrës së ndërtimit, pra kemi nxjerrë në pa vatrën, kemi nxjerrë në pa një element ku ruhej vera, pra që edhe kjo ka qenë një pjesë përbërëse e interierit dhe traditës të Korçës, çka tregon, do të thonë dhe një fanatizëm shumë të madh të treguar nga familja për t'i konservuar dhe për t'i ruajtur këto vlera në mënyrë shumë qytetare dhe për t'i ekspozuar ato jo vetëm Korçës, vizitorëve të shumë që vinë nga Shqipëria, por dhe vizitorëve që vinë nga gjithë bota me qëllimin për ta njohur më tepër Korçën dhe për të qenë pjesë e këtij muzeu.
Vangjush Mio ka realizuar qindra punime peizazhi, portreti, me aq mjeshtëri, duke paraqitur vlera të paçmueshme të artit shqiptar. Gati 40 vite karrierë të lavdërueshme, ai realizoi mbi 200 vizatime dhe 130 piktura. Rreth 60 punime të tij mund të admirohen në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë. Veprat e tij, rreth 40 piktura nën kujdesin e Rozetës, bijës së tij, ekspozohen në këtë banesë që tani njihet si Muzeu i Vangjush Mios.